Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Mefail Bajqinovci ka shprehur publikisht gatishmërinë për të hyrë në garën për kryetarin e Prishtinës nëse një vendim i tillë merret nga udhëheqësia e partisë. Në një intervistë me Astrid Gashin, Bajqinovci tha se ka mbështetjen e konsiderueshme nga qytetarët e Prishtinës, duke theksuar se është një nga deputetët më të votuar në listën e Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit. Unë është e vërtet që i kam mbi 10.000 vota në kryeqytet dhe jam një prej 14 deputetëve më të votuar në Lëvizjen Vetëvendosje. Kam punuar shumë në Prishtinë që të jem kritik ndaj keqeverisjes së përparim Ramës, ku e kam mbuluar me mbeturina dhe me gjëra të ndryshme. Nëse lideri dhe kryesia e partisë vendos që mund t'i plotësoj kriteret që të jem kandidat për Prishtinën, por me kënaqësi do ta pranoja. Jam i gatshëm të jem kandidat për kryetar të Prishtinës dhe kam interes. Ka shumë emra në Prishtinë dhe të shohim tash kryesia e cila mendon më së miri se kush mund të ketë impakt që ta fitojë Prishtinën do të vendoset së bashku me liderin ton, tha Bajqinovci.